Përshëndetje. Mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni. Bashkë kemi Stezi Eleni Zylfo. Më në fund kemi rikthyer me një super video me gjyqërinë ton. Këtu kemi nonën, këtu kemi gjyqin. Si jeni? Mirë. Ju ka munguar videot me ne? Po, shumë. Atëherë, sot jemi këtu për një super challenge, okay? Do të bëjmë Mos ta bëni pyetje të vështira. Jo, pyetjet. Kanë filluar të ndalojnë ne. Do bëjmë një challenge ku unë jam si thuhet nëna çift me gjyqin edhe ti çift me Ti je me gjyshën, unë jam me Elenin. Po. Edhe do ju bëjmë disa pyetje që juve besoj që dini edhe A në përri si Do din? mi thonë që si din. Që si din? edhe do bëhet kështu. Kur Eleni bëhet pyetjen, do të ngreni dorën. I pari që ngre dorën do të përgjigjet. Nëse përgjigjet mirë, e ka marr pikën çifti. Ndërsa nuk përgjigjet mirë, ona ose Eleni do të vej kokën këtu brenda. Se këto kemi Mielin, do bëjmë testat mbrapa. Po. Okej, atëherë kemi disa pyetje. Po. Që i kemi shmuele gjeti. Atëherë, pyetja e parë, ngjeni mirë edhe ngreni dorën nëse e dini. Kur është ditëlindja e Stacit? Kush e ngreti përpara? Nana. Okej, thuje? Ditëlindja e Stacit është në 8 dhjetor 2007. Yes. Edhe gjysh e dinte, Pra, në të unë dorën për Quindi pikën e morën Eleni edhe Nona. Eleni më nërë. Pa. Atëherë, kjo pyetje është pak më e vështirë, sepse nuk e di, por juve ndoshta nuk e dini, por nona edhe gjyshi na kanë rrit, sepse mami dhe babi shkoshin gjithmonë në punë, në mëngjes shpejte, edhe gjithmonë kishim nonën tek nes që vinte në kom shumë herë, ose më shkonte mami me morë, por juve do dini që vinte edhe gjyshi me bicikletë, sepse Eleni nuk lëvizte për shtëpie, nëse nuk donte me shku në shkollë në kom, donte patjetër gjyshin që e çonte me bicikletë. Quindi çdo mëngjes para se të ishim në shkollë kishim dhe gjyshin dhe nonën që na çoshin tek shkolla. Para nonën e bogate, gjyshi vite me në bicikletë. Po, e vërtet. Edhe shumë herë shpeshë ne kemi pas comunque disa lodra, edhe kemi pas shikuar edhe comunque televizorin me disa kukla. Tani, kjo është dhe pak e vështirë, por cila ishte lodra jone preferuar? A me meni këtë lodrën më të preferuar, kam të gjatë nonës, nuk ti. Lodrën preferuar me juja? Mund tjetë, do me thonë, o puzzle, o një pelush, po një makinë, nuk e di, po... Tipo, unë baj men shumë Eleni që ka pas fiksim diçka, por unë s'maj men shumë mirë. O thëmë si lojë me për ka qenë pelushe, shikë. Po, për Elenin. Për Elenin. Po. Brava gjysh. E gjeti gjyshi. Dhe besoj që Eleni do të vej kokën të mrena. Se gjyshi gjeti. Për të klindin. Sepse e dite dhe gjyshi. E ditë dhe gjyshi. Po. Halal, hajtë. Takare dhe hajtë. Dhe dhe jonë. No, dhe dhe jonë. Shumë kënë me. Me faculet e këti. Po jo këtëri. Ja, që të duhe. Bravo. Ke edhe aty lavamoni në afer. Bravo gjyshi. Shinata, hajtë. Edhe nuk ju thash, por kush do të humbi, do të ketë një dënim akoma më i vështirë. Më të vështirë. Po. Gjyshi. Bravo, gjyshana, për... Okej, kem bërë pipis. Atëherë, tani kemi një pyetje tjetër. Unë, Stacy, do me thonë, çfarë donte me bë kur isha e vogël? Çfarë unë nga vogël çfarë desha me bë kur do të rriç? Edhe çfarë kam akoma dëshirë me bë? Ti e din gjyshish. Po them që ti ke pas dëshirë mu bë. Eleni, no, është e thonë gjyshi. Ti e thënë gjë nga Eleni. Është e thonë Eleni. Jo. Ty ta nuk e thonë. Ty e gjyshi, ta janë po gënjen. Të dy dunë me rejtë dhe. Që ka dësha për Stacey?
Stesi ka dashur u bë të korresh. Stesi ka pas qef vitin, edhe Stesi të realizu ajo që dëshira dhe Po. që O deshte. gjithë doktore, gjithë po. Okej, tani është rradha ime. Hajde në Që mbeti bëni po. shoku? Se urizësh. Qyshe? Po. Gjysha, shijet e të ka. Sa është ajo, ja. Qyqe doktore. Stesi ka pas qef më bë vidje. Eleni nuk i ka pas qef shumë. Jo, Eleni jo. Eleni në ka shtetë. E kam shtetë shumë me fort. Me fort, Stesi. Si të thëjshë one? O Elen, i thëjshëm Elenit, ha pra. Bëj video. Gjoj matrës, bë video me matrën. Për Elenin tani. Po, për Elenin. Cila është frika më e madhe e Elenit? Frika me madhe Elenit? Frika me madhe. se se... Ja, se ja trangë shpeja më ata se ka për Elvisi. Po. Dio. Është gjarëri. Bravo! Hajde tani. Ti do me ke një me nomen tani. Pru da Elvisi të gjarëri në shokoll qokë si u treme ti. Po edhe ti. Edhe ti, të dy. Ajo e ke përlyrë. Sa buku. Dhe më mirë të duket, mashallah. Si yllë ka nana, si yllë, o yllë. Dhe ka më shukisha nana. O yllë ime. Ate... Pyetja radhës. O yllë i sa më mu. Edhe një e gjyshet. Ka se i ka të jo më. Kush më kë? Ka bërë non për herë të parë. Ka bërë nën për herë të parë, ja. Në gjemuna, o, Stesi, ka priqët më të mëdhe, për që ka pas? Për robat... Po, më së shto? Hajde, fote kësë. Do të pys këtë? Ha? Okej. Ha. Kush ka pas ma noze, thuhet noze? Do me thonë, kush u ka pas mërzitur ma shumë, ka pas ma... Kjo është vërtet shumë e thjeshtë. Se u mërziste më shumë. Po. Kur vishë ke nona, ka qenë Eleni. Aja s'ka pas që parë. O, no, pse ti s'fol? Stesi kishte qef parë. Eleni s'kishte Ka qef. priqë më robët. Eleni, unë të është gjyshi. Do të vishë këtë gjyshi? O, no, po ti do të përgjigje. Ka që Ja. Atere, o gjyshe, atere... Pytje. Pse e fitoj gjyshje? No. A be, s'ka gjë. Është për kapriqën e? Okej, tani, kush Kush ka pas ma? kush u ka pas mërzit ma shumë për robat? Pse s'përgjigje? Gjithmonë kush është kapriqa, ishte edhe për neshe. Por gjithmonë ma shumë Eleni. Eleni. Po, gjithmonë Eleni. Eleni. Si u kam pas mërzit shumë. Dhe të kjo. He, po, non vej. Po, e tha gjyshi para. Po fol gjyshi më parë, ti s'fol. Ti. Shë për muna. Ine dhe u ka bo më milë shumë ja, se zje marë nona e pytit. Ja, edhe i din, por në kështu më s'fol. E ka men këtë ishtë. Atëherë, pyetja tjetër është, për mua dhe për Elenin, do me thonë, në kush është personi i familjes që jemi ma të lidhur, do me thonë, në tezat, ose daja, ose edhe... Okej, vaj? Për mua... Stesi. Po, më kë jam ma e lidhur. Ti je me gjithë Stesi. Që të Por veçojnë pak të? ma shumë kam një, Pak ma shumë, që fol ma shpesh, di gjithë gjërat e ati. është babi. Jo, them nga tezat, nga ndaja. Nga tezët dhe nga dajat është daja Elvisit. Elvisi. Gjithmonë daja me mesën është. E vërtet, e tha para
Gjyshi. Që, ato da shumë se... Jo, no, Të nuk the gjë. Ti nuk the gjë, non. Po pse nuk thash që unë minor? Ti më the Stacy. Ai, po... Besoj që këtë... Qysh e le? Më falë në e le, më falë qysh. Besoj që këtë dënimi më i madh pastaj do e keni ju dyja. Sepse po, edhe ti do bësh diçka. Qysh e? Po, pse Eleni po humbë për fajin tat. Qysh unë? Ti ide edhe nuk përgjigjesh. Po tu kem të vëtë kapten, ne ti? Atëherë tani të bëjmë pyetjen e fundit, sepse pastaj kemi dënimin më i madh. Quindi gjyshi kujdes. kujdes edhe ty, Ma tanto ormai. Atëherë, cili është sporti joni preferuar edhe kur kemi qenë të vogla? Çfarë keni pas bërë kur kemi qenë të vogla? Thuje. Dans. Kemi pas bërë edhe dans, por kemi pas bërë gjë tjetër nga shumë vite. Ku ka pas qumu djalma ose shoqja mamit me makinë? Që kam pas shku me Gjulje me makinë. Po, edhe dancë, sepse po. Danca po. Por kur kam pas shku me bogaret, që kam pas fitu kupat. Balet. Ato fiskulturë, ajo. Helene është bërë fiskulturë. Po edhe unë kam pas bërë. Edhe ti ke bë. Gjimnastik, po. Gimnastik. Po Dancë, gjimnastik, po. Balet të dhe dans. Vabbè, e fitove pse thu edhe, ke thonë edhe dancë edhe fiskulturë, quindi është në rregull. Okej. Shpunaj. Baba. Edhe do të t'i bëjmë peth nga ata. Ja. Ta është pa të da dërë, në. Kina vej këtë fytyrë. Kam edhe lenti të. Nga unë. Okej. Kena foto. Ka vëtë lejë. Si pas panë që një bot 3x3. A thua? A gjysh? A ba? No, secondo me kanë humba ta dhe tani do të mendoj një dënime për të dyja. S'kam përfarë dhe s'kam përpigjo, të them. E çfarë do të bësh? Do të kërcesh? Po. Çfarë do t'i bëjmë? Do të kërcin të dyja. Nona me mesën. Okej, çfarë të kërcejmë? Valle? Valle të Por kërcin? jo valle kështu normale, tip Ç'valle? valle ku do të hedhësh, tip valle e tropoje se ka. Mojmë lëmbë. Që valle të nështë e mojë. Që valle të shqip me mojë. Qysh e? Do të mësh për forca. Dhe e bësh pa tjetër. Do të bësh pa tjetër se e dënu. Ska. Vetëm ne të dyja? Po, keni... Rafaja për fiku. Qysh e Rafaja për fiku? Se kur hum që është Rafaja për fiku, o thë, e në rasin në stiku. Hajde ma, hipe. Okej, hajde. Hipe ma, halja ime. Do të kërcen gjithë. Po, daj, pastaj të kërcen edhe ne. Kam bërë keq me një. I në po këtë mjë? Bëni një like edhe një subscribe. Faleminderit. Instagram dhe TikTok. Linkun post në info. Falë të gjithë te. Faleminderit gjyshe dhe nona që keni marrë pjesë te ky video. Faleminderit edhe juve. E kishit munguar shumë tek YouTube sepse kam bërë shumë komente ku deshin me vërtet super video me ju. Edhe më në fund u kemi rikthyer. Nëse doni më shumë video me nonën dhe gjyshin, komentoni. Qifemi të shtunë me një video, ju dëm shumë and bye.